Don Juani dhe labirinti i zemrave. Kur mu dha lajmi se do të martohesha me një njeri si ai, nuk e kuptoja ende se sa e vështirë do të ishte të jetosh me dikë që ka jetuar midis pasioneve, mashtrimeve dhe të fshehtave që nuk njihe. Don Juani nuk ishte thjesht një burr. Ai ishte një fenomen i jetës së tij, një tornado emocionale që tërhiqte gjithçka dhe të gjithë rreth tij, duke lënë pasdhimbje, mall dhe mister. Nuk e kisha njohur asnjëherë më parë personalisht. Ai kishte një reputacion që ecte para tij si një hije gjatë dhe errët. Burri që kishte 6 femra dhe 18 fëmijë të jashtëligjshëm. Çdo qytet ku shfaqej, lënda e 6 femrave dhe 18 fëmijëve të tij bëhej bisede publike. Histori që ndizeshin si zjarr në tavolinat e kafeneve, në rrugët e qytetit, dhe sidomos në fjalët e grave që e kishin dashur dhe e kishin humbur. Unë, në anën time, kisha qenë gjithmonë e kujdesshme me zemrën time. Nuk kisha lejuar askënd të hynte në jetën time, pa kaluar prova dhe kohë. Dhe besimi im nuk dhurohej lehtë. Por ai nuk kërkonte thjesht një grua. Ai kërkonte një shoqe, një aleate në lojën e jetës që ai dinte ta bënte aq mirë. Nuk e kuptoja, ose ndoshta nuk doja të kuptoja, se për të çdo marrëdhënie ishte një eksperiencë, një aventurë që nuk kishte lidhje me premtimet apo besnikërinë. Takimi i parë ishte një goditje e butë, pothuajse delikate. Ai kishte një mënyrë të veçantë të buzëqeshurit, një kombinim të sigurisë së vetes dhe misterioze së paqartë që të bënte të ndiheshe e ndaluar dhe tërhequr njëkohësisht. Sytë e tij, të errët si nata, dukeshin të dinin gjithçka dhe të fshehnin gjithçka në të njëjtën kohë. Nuk mund të shmangja ndjesinë se ai kishte parë çdo skaj të shpirtit tim para se të takoheshim. Dita e dasmës ishte një ngjarje e vogël që qyteti e mbajti mend për javë. Nuk kishte vetëm kurorëzimin e një martese. Kishte kurorëzimin e një legjende që kishte jetuar mes njerëzve për vite me radhë. 6 femrat e tij të mëpashme, disa të qetë dhe disa të zemëruara, ishin aty si hije të së kaluarës, duke shikuar njeriun që nuk kishte ndalur kurrë së dashuruari apo së kërkuari. 18 fëmijët e tij, disa të rritur tashmë, të tjerë ende fëmijë të pafajshëm, ishin një kujtesë fizike e asaj që ai kishte bërë dhe nuk mund të ndryshonte. Në fillim, gjithçka dukej e thjeshtë, buzëqeshjet, fjalët e ëmbla, premtimet për të ardhmen. Por unë e dija brenda vetes se çdo fjalë e tij kishte një nuancë tjetër, një thellësi të fshehur që mund të thyente gjithçka. Ai nuk ishte njeri që mund të kuptohej lehtë. Çdo marrëdhënie e tij ishte një rrjet i ndërlikuar intrigash, emocionesh dhe pasionesh që mund të shpërthenin në çdo moment. Ditët e para të martesës ishin si një vallëzim i kujdesshëm mbi aku. Çdo fjalë që thosha, çdo veprim që bëja, dukej se mathej dhe analizohej nga sytë e tij. Don Juani kishte një aftësi të frikshme për të kuptuar njerëzit, pa pasur nevojë të fliste shumë. Ai mund të ndjente frikën, gëzimin, dyshimin dhe dashurinë në një valë të vetme. Ishte e tmerrshme dhe magjepsëse në të njëjtën kohë, por nuk kaloi shumë kohë dhe realiteti filloi të dilte në sipërfaqe. 6 femrat e tij të mëpashme nuk ishin thjesht kujtime. Ato ishin një prani e vazhdueshme, si hijet që ecin pas çdo njeriu të madh. Ai nuk fliste gjithmonë për ta, por unë ndjeja energjinë e tyre në shtëpinë tonë, në vendet që ai mbante të shenjuara me kujtime dhe objekte të vogla. Çdo dhomë kishte një histori, çdo gjest i tij kishte një kujtim të fshehur. 18 fëmijët e tij ishin një botë tjetër. Disa më donin, disa më shikonin me dyshim, disa e provonin dashurinë time dhe durimin tim. Don Juani, në mënyrën e tij të qetë, nuk ndërhynte. Ai shikonte gjithçka të ndodhte, duke mbajtur një distancë të hollë midis asaj që ishte e tij dhe asaj që nuk ishte. Unë shpesh ndjeja se po luftoja me fantazmat e së kaluarës së tij, një luftë që nuk kishte asnjë armë dhe asnjë fitore të sigurt. Një mbrëmje, kur të gjithë kishin shkuar në shtrat dhe shtëpia ishte e qetë, u gjenda duke e parë atë nga larg. Ai po lexonte një letër që kishte ardhur për të një nga femrat e tij të mëpashme. Nuk ishte një letër e thjeshtë, ishte një letër e ngarkuar me emocione, një përzierje dashurie dhe mlefi, që tregonte për pasionet e humbura dhe për humbjet që nuk mund të merren mbrapsht. Ai e lexoi me qetësi, pa lëvizur shumë, dhe pastaj e palosi letrën. Nuk tha asnjë fjalë, por unë ndjeva se një pjesë e botës sime kishte ndryshuar atë moment. Fillova të kuptoj se të jetosh me Don Juanin nuk do të ishte një rrugë e thjeshtë. Do të ishte një labirint i pafund i ndjenjave, intrigave dhe provokimeve të vogla. Por gjithashtu kuptova se nuk mund të largohem. Një pjesë e imja ishte kapur, e tërhequr nga magjia e tij e rrezikshme, nga mënyra se si ai bënte që çdo moment i zakonshëm të ndjehej si një aventurë e re. Çdo ditë që kalonte, mësonim më shumë për njëri tjetrin. Ai më mësonte durimin, unë e sfidoja me ndershmërinë time.
Don Juani nuk ishte njeri që mund të ndryshojë lehtë, por edhe unë nuk isha një grua që mund të thyhej. Labirinti ynë i dashurisë, i mbushur me histori të mëparshme dhe pasione të fshehura, sapo kishte filluar. Dhe unë e dija, me çdo rahe zemre, se kjo nuk do të ishte një histori normale. Do të ishte një rrëfim i zjarrt, i dhimbshëm dhe i papritur, një rrëfim që do të sfidonte çdo koncept që kisha për dashurinë, besnikërinë dhe familjen. Ndërsa nata avanconte, dhe qyteti jashtë shtëpisë son Gjumelej në dritat e rrugës, unë u ula pranë tij dhe thash me zë të ulët: "Do të përpiqem të kuptoj." Ai më ktheu një shikim të butë dhe një buzëqeshje të lehtë, si të thoshte: "Dhe unë do të përpiqem të mbaj pranë." Por të dy e dinim se kjo ishte vetëm fillimi, dhe se betejë jone vërtet sapo kishte filluar. Ditët e para dhe hijet e së kaluarës. Ditët pas martesës nuk ishin as pak si që kisha imagjinuar. Nuk kishte as petale trëndafilash që binin mbi ne, as premtime të ëmbla të thëna mbi një tavolinë të ndriçuar nga dielli. Çdo mëngjes fillonte me një rëmuj të vogël, ndonjë fëmijë të zhurmshëm që rëmbente mëngjesin, ndonjë letër të fshehur që mbërrinte nga një nga gratë e mëparshme, ndonjë mesazh misterios që bënte që telefoni i tij të dridhej në tavolinë si një zemër që rreh me frikë. 6 femrat e tij të mëparshme nuk ishin thjesht figura të largëta. Ato ishin pjesë e pandashme e çdo ambienti ku ne jetonim. Disa ishin mësuar të merrnin përgjigje nga ai në çdo situatë, dhe ndonjëherë shfaqeshin në mënyra të paparashikueshme. Njëra mund të telefononte në mesnatë, një tjetër mund të vinte papritur për të marrë fëmijët që ai kishte lindur me to. Çdo takim i tyre me mua ishte një provë për durimin dhe mençurinë time, një mënyrë që Don Juani të shikonte reagimet e mia dhe të matë fuqinë e emocioneve që unë baja brenda. 18 fëmijët e tij ishin gjithashtu një sfidë. Disa e donin praninë time, disa më shikonin me dyshim. Ishte e qartë se ata kishin mësuar të mos lidhen lehtë, të mos besonin shpejt në njerëz të rinj, sidomos gra që hynin në jetën e tyre. Një nga vajzat e tij më tha një mëngjes: "Nëse mendon se mund të zëvendësosh nënën tonë, je gabuar." Dhe unë e kuptova që kjo nuk ishte vetëm për të provuar mua. Kjo ishte një mbrojtje instiktive, një mënyrë e tyre për të ruajtur atë që kishin humbur. Don Juani, në mënyrën e tij tipike, nuk ndërhynte shumë. Ai shikonte, ndonjëherë buzëqeshte, ndonjëherë rëshiste heshturazi në një dhomë tjetër. Ishte e qartë se ai e dinte çdo reagim, çdo mendim, çdo emocion që lëvizte në ajrin e shtëpisë. Por, megjithatë, nuk ishte i ftohtë, nuk ishte i pandjenja. Ai ishte thjesht i matur në mënyrën e tij të përqafimit të jetës, duke lejuar çdo situatë të zhvillohej, duke parë se kush do të rezistonte dhe kush do të thyhej. Një nga momentet më të vështira për mua erdhi kur një nga femrat e tij të mëparshme, një grua e bukur dhe vendosur, erdhi për një takim familjar. Ajo ishte e sjellshme në fjalë, por i qëndronte besnike zemrës së saj të vjetër, duke më bërë të ndihesha një grua e vogël dhe pavlerë përballë historisë së tij të pasur me dashuri. Don Juani nuk ndërhyri. Ai më shikoi dhe thjesht tha: "Do të kuptosh gjithçka me kohën." Por unë e dija se koha nuk do të ishte lehtë. Çdo ditë ishte një sfidë e re, një lojë emocionale ku duhej të gjeja vendin tim. Një tjetër sfidë erdhi kur një nga fëmijët e tij, një djalë i ri dhe krenar, vendosi të mos më fuste në marrëdhënien e tyre. Ai më testoi vazhdimisht, duke provokuar situata të vogla që të shikonte reagimet e mia. Një ditë, ai rrëmbeu një letër që unë kisha lënë mbi tryez dhe hodhi mbi dysheme, duke më thënë me një zë të qetë por të prerë: "Nëse do të jesh pjesë e kësaj familjeje, duhet të dëshmosh se nuk do të ikësh." Ishte e qartë, fëmijët nuk ishin thjesht të pranishëm. Ata ishin një pjesë e fortë e jetës së tij, dhe unë duhet të gjeja mënyrën të ndërtoja urat me secilin prej tyre. Por, ndërkohë, Don Juani tregonte anën e tij më të butë. Ai më thoshte histori nga e kaluara e tij, rrëfente për gabimet, pasionet dhe ëndrat që kishte humbur. Më tregonte për dashuritë e humbura, për momentet kur kishte menduar se gjithçka ishte përfunduar, dhe për mënyrën se si çdo marrëdhënie e tij e kishte ndryshuar në një mënyrë ose në një tjetër. Kishte diçka të çuditshme në të. Sa më shumë më tregonte të kaluarën e tij, aq më shumë kuptoja se nuk kishte thjesht dashuri të shumta. Kishte një mënyrë të veçantë të jetës, ku çdo emocion, çdo lidhje, kishte një arsye për të ekzistuar. Një mbrëmje, u ulëm pranë oxhakut, vetëm ne të dy. Drita e zbehtë e zjarrit reflektonte në sytë e tij dhe më pyeti: "A mund të përballosh gjithë këtë histori, gjithë këtë rrjet të njerëzve dhe emocioneve?" E kisha dëgjuar pyetjen shpesh, por asnjëherë me një seriozitet të tillë. I thash: "Do të përpiqem." Ai buzëqeshi, një buzëqeshje e hollë që kishte shumë fshehtësi dhe pak premtim. Nuk kishte asgjë të thjesht në jetën me Don Juanin. Nuk kishte asnjë siguri, por, për herë të parë në jetë, ndjeva një sfidë që nuk mund të shmangja.
Ditët kalonin dhe unë mësova të kuptoja se çdo gjë kishte një kuptim të fshehur. Një dhëmë e zbukuruar me gjërat e një gruaje tjetër nuk ishte thjesht një kujtim i së kaluarës. Ishte një test për të parë reagimin tim. Një mesazh në telefon nga një femër e panjohur nuk ishte një kërcënim. Ishte një provë se sa e fortë isha. Dhe çdo fëmijë që më sfidonte, më mësonte durimin dhe përkushtimin që duhej për të ndërtuar një lidhje të re në këtë familje të ndërlikuar. Në këtë labirint të emocioneve dhe sfidave, Don Juani dhe unë filluam të ndërtonim një marrëdhënie që nuk kishte precedent. Nuk ishte vetëm dashuri. Ishte një bashkëtesë ndërlikuar, ku çdo hap duhej të matet me kujdes, ku çdo fjalë kishte peshë dhe ku çdo emocion mund të shkaktonte tërmet. Por ndërkohë kishte diçka magjepsëse. Ndjeva se po ndërtoja jo thjesht një marrëdhënie me burrin, por edhe një marrëdhënie me të kaluarën e tij, me fëmijët e tij, me gjithë ato që ai kishte lënë pas dhe që tani ishin pjesë e jetës sime. Në fund të pjesës së parë javore të martesës sonë, ndjeva një ndryshim të vogël brenda vetes. Nuk isha më vetëm një grua që hynte në një shtëpi të huaj. Isha një grua që po mësonte të jetonte në një botë ku pasioni, dhimbja dhe dashuria përziheshin në mënyra që nuk mund të parashikoja. Dhe pavarësisht sfidave, pavarësisht hijes së femrave të tij të mëparshme dhe provave të fëmijëve, një gjë ishte e qartë: nuk mund të largohem. Don Juani, me gjithë kompleksitetin dhe magjinë e tij të rrezikshme, kishte bërë që çdo ditë e jetës time të ndjehej si një aventurë e re. Sfida e besnikërisë dhe hijet që kthehen. Pas disa javësh të jetës së përbashkët, kuptova se çdo ditë me Don Juanin ishte një provë për durimin tim, për forcat e mia dhe për aftësinë për të përballuar të vërtetën e tij të ndërlikuar. Nuk ishte më vetëm një sfidë me fëmijët ose me femrat e tij të mëparshme. Ishte një sfidë me të gjitha hijet e së kaluarës së tij, që vazhdonin të shfaqeshin në mënyra të papritura. Një ditë, ndërsa po rregulloja dhomën e tij, gjeta një kuti të vogël të mbushur me letra të vjetra dhe fotografi. Në to, ai kishte mbajtur kujtime nga çdo grua e tij e mëparshme, çdo fëmijë që kishte lindur, çdo premtim që kishte dhënë dhe nuk kishte mbajtur. Ishte një përzierje e dhimbjes dhe nostalgjisë, një kujtesë e jetës që nuk mund të fshihej. Ndërsa e shikoja ato, ndjeva një val emocionesh që më përmbysi. Dhimbje për ato që nuk isha pjesë, frikë për atë që mund të prisja, por edhe një kuriozitet të thellë për njeriu që kisha zgjedhur të martohesha. Don Juani hyri papritmas dhe më pa me ato letra në duar. Nuk tha asgjë për disa sekonda, vetëm më shikoi me atë vështrimin e tij të thellë. Pastaj, pa fjalë, më mori dorën dhe tha: "Çdo gjë që ke parë këtu ka bërë që unë të jem ai që jam. Nuk mund të fshihet, por mund të kuptohet." Ishte e qartë se nuk priste të më falja gjithçka. Ai priste të më shihte, nëse do të mund të kuptoja, të pranoja dhe të qëndroja pranë tij. Por sfidat nuk mbaruan me kujtimet. Një nga femrat e tij të mëparshme vendosi të kthehej në qytet. Këtë herë jo për të marrë fëmijët e saj, por për t'i kërkuar llogari. Ajo erdhi me një guxim që rrallë shihej, dhe takimi i tyre ishte shpërthim emocionesh. Ajo nuk e fshehu zemërimin dhe zhgënjimin. Çdo fjali që thoshte dukej si një shigjet e drejtuar drejt nesh të dyve. Don Juani, me qetësinë e tij të zakonshme, vetëm shikonte dhe thoshte: "Kjo është e kaluar, dhe e kaluara nuk mund të ndryshohet, por ajo mund të na mësojë si të ecim përpara." Unë, duke qëndruar pranë tij, kuptova se të jetosh me Don Juanin nuk ishte thjesht dashuri. Ishte një mësim i përhershëm i durimit dhe i qetësisë në situata të ndërlikuara. 18 fëmijët e tij nuk e pan kurrë si një situatë të thjeshtë. Disa e përdorën këtë rast për të testuar besnikërinë time, disa për të sfiduar autoritetin e tij. Një nga vajzat më të mëdha vendosi të më provonte në mënyra që nuk mund t'i kisha imagjinuar. Ajo vinte tek unë duke më pyetur për detajet e jetës së tij që unë nuk i dija, duke krijuar situata ku duhej të tregoja sinqeritetin dhe qetësinë time. Në këto momente, kuptova se çdo fëmijë ishte një pengesë dhe një mësim njëkohësisht. Një nga sfidat më të mëdha erdhi kur Don Juani vendosi të ftonte të gjithë femrat e tij të mëparshme për një takim familjar. Ai nuk e quante këtë ngjarje një provë për mua, por unë e ndjeva si një betejë të madhe emocionale. 6 gra, secila me historinë dhe dhimbjen e saj, ulur në të njëjtën dhomë, duke shikuar njëra tjetrën dhe duke më shikuar mua. Në fillim, heshtja e thellë mbushte dhomën. Pastaj filluan fjalët, pyetjet, edhe kritikat e lehta. Unë qëndrova në heshtje, duke i dëgjuar dhe duke u përpjekur të kuptoja vendin tim në këtë rrjet kompleks emocionesh. Don Juani, si gjithmonë, nuk ndërhyri me njëherë. Ai shikonte çdo reagim, çdo emocion që lëvizte në dhomë, dhe më pas foli me qetësi. Çdo gjë që kemi bërë dhe çdo vendim që kemi marrë, është pjesë e jetës që na solli deri këtu. Nuk ka nevojë për armiqësi, ka nevojë për mirëkuptim.
Ai kishte një mënyrë të rrallë për të zbutur tensionin, një kombinim force dhe qetësie që ndoshta vetëm ai mund ta kishte. Pas këtij takimi, unë kuptova se të jetosh me Don Juanin nuk ishte thjesht të jesh e martuar me një njeri të pasur me histori. Ishte të pranosh se çdo ditë do të ishte një sfidë emocionale, ku do të përballej me hijet e së kaluarës, me provat e fëmijëve dhe me pasionet që nuk mund të kontrolloheshin lehtë. Por kishte edhe një pjesë të bukur në këtë kaos. Çdo sfidë që përballoja më afronte më shumë me Don Juanin, më bënte të ndjehesha pjesë e jetës së tij. Jo si një grua që hyn në një shtëpi të huaj, por si një shoqe, një aleate dhe një mbështetje. Mësoja të kuptoja mënyrën e tij të jetuarit, të dashurit dhe të ndjesisë, dhe ndonë se kjo rrugë ishte mbushur me sfida, ndjeja se çdo ditë e kalonim bashkë na bënte më të fortë. Në fund të javës së dytë, kuptova një të vërtetë të madhe. Të jetosh me Don Juanin nuk është për të gjithë. Duhet durim, guxim dhe një forcë e brendshme që nuk thyhet lehtë. Por për ata që mund ta përballojnë, është një aventurë që sfidon çdo koncept të dashurisë dhe besnikërisë. Dhe unë, pavarësisht gjithçkaje, isha e vendosur të qëndroja. Kur e kaluara kthehet dhe zemrat tronditen. Ditët pas takimit familjar nuk kaluan lehtë. Atmosfera në shtëpi ishte ngarkuar. Çdo hap që bënim duke i matshëm, çdo fjalë thënë mund të keqkuptohej. Fëmijët e tij, sidomos ata më të rriturit, vazhdonin të më sfidonin, duke testuar durimin dhe sinqeritetin tim. Një mëngjes, një nga vajzat e tij më të mëdha më tha me një ton të prerë: "Nëse mendon se mund të mbash këtë vend, duhet të provosh se je e fortë." Dhe unë e kuptova se çdo hap që merja nuk ishte vetëm për mua. Ishte një provë që Don Juani kishte vendosur pa e thënë fjalë. Por sfida e vërtet nuk ishte vetëm fëmijët. Një nga femrat e tij të mëparshme, ajo që ishte më e vendosur dhe më misterioze, erdhi përsëri në qytet. Këtë herë nuk ishte thjesht një vizitë. Ajo kishte një qëllim. Ajo donte të diskutoj pasuritë, kujtimet dhe mënyrën se si Don Juani kishte ndar jetën e tij mes të gjithëve. Takimi u bë në një restorant të qetë, larg vështrimeve të qytetit. Unë nuk e dija nëse do të shkoja, por Don Juani insistoi që të isha aty. "Do të shohësh se si të përballesh me të kaluarën pa frikë," më tha. Kur mbërritëm, atmosfera ishte e ftohtë dhe tensioni ndjehej në ajër. Ajo e shikoi Don Juanin me një kombinim zemërimi dhe nostalgjie. Pastaj më shikoi mua me sy që provonin të matnin fuqinë time. Çdo fjalë e saj ishte një provë, çdo lëvizje një sfidë. Unë kuptova shpejt se nuk mund të qëndroja vetëm në heshtje. Duhet të tregoja forcën dhe vendosmërinë time, dhe kjo nuk ishte e lehtë. Por Don Juani, si gjithmonë, ishte qetësisht i përgatitur. Ai foli me respekt dhe qetësi, duke bërë që tensioni të ulej ngadalë. Çdo gjë që kemi bërë dhe çdo vendim që kemi marrë ka një arsye. Nuk ka nevojë për grindje, ka nevojë për mirëkuptim, tha ai. Ajo nuk ishte e lehtë për të bindur, por në fund u largua me një pjesë të kaluarës së saj të pranuar dhe një pjesë të së tashmes që nuk mund të ndryshonte. Kjo ngjarje më mësoi se të jetosh me Don Juanin do të thoshte të përballesh me çdo hije të së kaluarës së tij, pa e humbur vetbesimin ose durimin. Ishte një labirint emocional ku çdo hap kishte rëndësi, dhe ku çdo reagim i imi mund të ndikonte në dinamikën e jetës së përbashkët. Një tjetër provë erdhi nga një nga fëmijët më të vegjël, që kishte parë gjithçka dhe ndjeu pasiguri. Ai më sfidoi me pyetje të vogla, komplote të pafajshme që të shihte, nëse do të thosha të vërtetën ose do të shtirej. Nuk ishte thjesht një test i durimit. Ishte një mënyrë për të ndërtuar një lidhje me mua, për të kuptuar nëse isha pjesë e familjes ose thjesht një huaj që do të largohej shpejt. Ndërkohë, Don Juani vazhdonte të më tregonte histori nga e kaluara e tij, duke më mësuar se çdo veprim, çdo vendim dhe çdo marrëdhënie kishin një kuptim. Ai më shpjegonte se dashuria e tij nuk ishte thjesht për të pasur gratë afër. Ishte për të ndarë jetën me njerëz që e kuptonin dhe e pranonin. Kjo ishte arsyeja pse ai nuk ndërhynte gjithmonë në sfidat e fëmijëve ose gratë më pashme. Ai besonte se përmes përvojës, çdo gjë do të gjente vendin e saj. Një ditë, ndërsa po ecja në kopshtin e madh të shtëpisë, ndjeva një qetësi të rrallë. Më përshkoi një ndjenjë fortë. Ndoshta kjo ishte mënyra se si Don Juani jetonte, duke pranuar kaosin, duke respektuar të kaluarën, por gjithmonë duke ndërtuar të ardhmen. Një pjesë e imja kuptoi se, për të mbajtur këtë marrëdhënie dhe këtë familje të ndërlikuar, duhet të isha më e fortë dhe më e qëndrueshme se çdo sfidë që vinte përpara. Natën e fundit të javës, u ulëm përsëri pranë oxhakut. Flokët e tij ishin të ndezur nga drita e zjarrit, dhe ai më shikoi me atë vështrimin e thellë që mund të lexonte çdo mendim timin. Do të jetë e vështirë, tha ai, por çdo gjë që kemi përjetuar deri tani na mëson se dashuria nuk është e thjeshtë.
Por ajo është e fuqishme. E kisha kuptuar tashmë. Të jetosh me Don Juanin ishte një sfidë e përhershme, por një aventurë që nuk do ta ndëronja për asgjë në botë. Kulmi i pasioneve dhe prova e fundit. Ditët kalonin, por shtëpia e Don Juanit nuk ishte më thjesht një vend banimi. Ishte një skenë ku emocione, pasione dhe të fshehta përplaseshin njëra me tjetrën. Çdo hap që merja dukej se hapte një derë të re sfidash, një rrjet të pafund intrigash që nuk ishte asnjë udhërfyes të qartë. Një mëngjes, ndërsa po piqja mëngjesin, fëmijët e tij më të mëdhenj u futën papritmas në kuzhinë, secili me një qëllim të fshehtë. Ata më sfiduan me pyetje të vogla, komplote dhe ngacmime, duke testuar durimin tim dhe reagimin tim emocional. Një nga djemt më tha me një zë të prerë: "Nëse mendon se do të qëndrosh këtu për një kohë të gjatë, duhet të dish gjithçka për baban ton." Në atë moment kuptova se të gjithë ishin testuar. Nuk isha thjesht unë që mësoja të jetoja me të kaluarën e Don Juanit, ai gjithashtu më testonte për të parë nëse mund të duroja dhe të kuptoja çdo pjesë të jetës së tij komplekse. Por kulmi i sfidave erdhi një natë kur një nga femrat e tij të mëparshme vendosi të shfaqej në mënyrë të papritur. Ajo nuk vinte thjesht për të diskutuar fëmijët apo kujtimet e së kaluarës. Ajo vinte për të rivendosur një pjesë të asaj që kishte humbur. Kur hapi derën e dhomës ku ne po pinim çaj, ndjeva tensionin të frymonte në ajër. Ajo më shikoi me një kombinim zemërimi dhe nostalgjie. Pastaj u kthye tek Don Juani. "Ti gjithmonë di si të mashtroni zemrën e grave, por nuk mund të fshihesh nga e kaluara." Ai u ngrit me qetësi, pa humbur asnjë grimcë të kontrollit. "E kaluara është pjesë e jetës sonë, por nuk mund të drejtohet me forcë," tha ai. Por unë ndjeva se një pjesë e saj donte të provokonte një shpërthim. Nuk ishte vetëm sfidë për Don Juanin, ishte sfidë për mua gjithashtu. Si do të qëndroja unë, kur e kaluara kthehej në mënyrë të papritur dhe kërcënonte të trazonte gjithçka që po përpiqeshim të ndërtonim. Fëmijët e tij e pan këtë situatë si një mundësi për të kuptuar forcën time. Disa qëndruan në heshtje, duke matur çdo reagim timin, ndërsa të tjerët shfaqën dyshimin e tyre. Ishte një test i drejtpërdrejtë për të gjithë, dhe unë kuptova se vetëm përmes durimit dhe qëndrueshmërisë mund të mposhta tensionin që kërcënonte të shkatëronte harmoninë e dobët të shtëpisë. Pas këtij incidenti, Don Juani dhe unë kaluam një orë të gjatë vetëm në dhomën e tij. Ai më tregoi se çdo sfidë që vinte nga të kaluarat e tij, çdo shfaqje e femrave të mëparshme, nuk ishte një kërcënim për marrëdhënien tonë. Ishte një mënyrë për të parë se kush mund të qëndronte pranë tij, kush mund të kuptonte kompleksitetin e jetës së tij, dhe kush mund të mbante besimin në mes të një bote kaotike. Por nuk ishte e lehtë. Çdo ditë mësonim të bashkëtonim me hije, me pasione dhe me emocione të shpërthyera. Një nga momentet më të dhimbshme erdhi kur një nga vajzat e tij më të mëdha më tha me një ton të mpret: "Nuk mund të shohësh botën tonë ashtu siç do të doje. Nuk mund të kuptosh gjithçka që kemi humbur." Ajo ishte e drejtë. Nuk mund të kuptoja gjithçka, por mund të mësoja të respektova, të durueshëm dhe të qëndroja e vendosur. Një natë tjetër, kur qyteti gjumlej, Don Juani më mori dorën dhe më tha: "Do të vi koha kur gjithçka do të duket më e thjeshtë, por duhet të durosh deri atëherë." Dhe në atë moment kuptova se të jetosh me të nuk ishte për të gjithë. Duhej guxim, durim dhe një forcë që nuk thyej lehtë. Por gjithashtu ishte një aventurë që sfidonte çdo ndjenjë dhe çdo perceptim që kisha për dashurinë, besnikërinë dhe familjen. Në fund të javës, pas gjithë tensionit dhe sfidave, ndjeva një ndjenjë të fuqishme të triumfit. Nuk ishte vetëm për të qëndruar pranë Don Juanit, ishte për të kuptuar se mund të përballoja hijet, provat dhe pasionet që shfaqeshin çdo ditë. Ai më shikoi me atë buzëqeshjen e tij misterioze dhe tha: "E di që nuk është e lehtë, por ti ke forcën që unë gjithmonë kam kërkuar." Kjo javë më mësoi një të vërtet të rëndësishme. Të jetosh me Don Juanin nuk është thjesht të jesh e martuar me një njeri të pasur me histori. Është të pranosh sfidat, hijet e së kaluarës dhe pasionet që mund të shpërthejnë çdo moment. Por gjithashtu është të kuptosh se dashuria e vërtet, ajo që qëndron mes kaosit dhe provave, është një forcë që nuk thyhet lehtë. Sekretet që shkatërrojnë dhe dashuria që sfidon gjithçka. Ditët pas javës së tensionuar u bën edhe më të vështira. Shtëpia e Don Juanit nuk ishte më një vend i qetë. Ajo ishte një fushë betejë e pafund emocionale, ku çdo fjalë dhe çdo veprim mund të ndeste zjarrin e së kaluarës. Fëmijët e tij më sfidonin vazhdimisht, gratë e tij të mëparshme shfaqeshin në momente të paparashikueshme, dhe unë ndihesha shpesh si një grua në mes të një rrjeti të pafund intrigash. Një mëngjes, ndërsa po shkoja për të parë postën, pash një letër të adresuar për Don Juanin që dukej e rëndësishme. Ai ishte larg, duke qëndruar në verandë dhe duke parë horizontin.
Nuk mund ta shmangja kuriozitetin. Mora letrën dhe e hapa. Ajo ishte nga një grua që unë nuk e kisha takuar kurrë. Një grua që pretendonte të kishte një të kaluar të fshehur me Don Juanin. Letra ishte e qartë. Kishte informacione që mund të ndryshonin gjithçka, duke zbuluar lidhje që ai nuk i kishte ndarë askujt. Kur ai hyri dhe pa letrën në dorën time, heshtja mbushi dhomën. Ai nuk u zemërua, nuk u panikua. Vetëm më shikoi me atë vështrimin e tij të thellë, që mund të lexonte çdo ndjenjë dhe mendim timin. Duket se e kaluara po kthehet për të na provuar, tha ai. Nuk kishte më fjalë të tjera. Ai nuk më qortoi, nuk më sulmoi. Ai më tregoi një forcë të jashtëzakonshme. Durim dhe kontroll mbi situata që të tjerët mund të shihnin të pamundura për të menaxhuar. Por fëmijët e tij e pan këtë si një mundësi. Disa nga vajzat e tij filluan të më sfidonin në mënyra më të drejtpërdrejta. Një nga vajzat më të mëdha më tha me një zë të prerë: "Nëse nuk mund të përballosh të kaluarën e tij, atëherë nuk e ke vendin këtu." Ishte e qartë. Ata nuk më matnin thjesht si një grua që hyri në jetën e tyre. Ata më matnin si një grua që mund të qëndronte pranë të atit të tyre në çdo situatë. Një tjetër provë erdhi kur një nga gratë më pashme vendosi të shfaqej në mënyrë të papritur në shtëpi, duke kërkuar të fliste me Don Juanin për çështje që nuk mund të shtroheshin me email apo mesazh. Ai më kërkoi të qëndroja pranë, dhe unë e bëra, duke kuptuar se sfida ime nuk ishte vetëm të përballoja të kaluarën e tij, por edhe të qëndroja vendosur pranë tij, pa lëvizur nga frika apo pasiguria. Në mes të gjithë kësaj kaosi, Don Juani më tregoi një pjesë të tij që rrallë e kishte ndarë. Histori nga fëmijëria e tij, momente ku kishte humbur njerëz të dashur, dhe kohë kur kishte vendosur të ndante jetën me disa gra njëkohësisht për të mbushur boshllëkun e vet emocional. Ai më tregoi se dashuria e tij nuk ishte thjesht pasion. Ishte një mënyrë për të kuptuar botën dhe njerëzit, për të ndarë emocione që nuk mund të mbaheshin vetëm për vete. Një natë, pas një dite të gjatë sfidash dhe provash, u ulëm pranë xhakut. Ai mori dorën time dhe tha: "E di që ka momente që gjithçka duket e pamundur, por çdo sfidë që përballojmë bashkë na bën më të fortë." Dhe në atë moment, kuptova një të vërtet të madhe. Të jetosh me Don Juanin nuk është për të gjithë. Duhet durim, guxim dhe një zemër që mund të përballojë të kaluarën, pasionet dhe hijet që mund të kthehen në çdo moment. Por pavarësisht sfidave, kishte diçka magjike. Çdo provë, çdo tension dhe çdo moment që përballonim së bashku, më bënte të kuptoja se dashuria mes nesh ishte e veçantë. Nuk ishte e thjeshtë, nuk ishte e lehtë, por ishte e fuqishme. Dhe ndërsa nata zbarte, kuptova se çdo sfidë që vinte nga kaluara e Don Juanit ishte një mësim i rëndësishëm. Dashuria e vërtet nuk thyet nga asgjë, as nga hijet e së kaluarës, as nga provat e pafundme emocionale. Kjo natë ishte një pikë kthese. Një pjesë e imja e kuptoi se, pavarësisht gjithë sfidave dhe pasioneve që shpërthenin çdo ditë, unë isha gati të qëndroja pranë Don Juanit, të pranosh kompleksitetin e jetës së tij, dhe të ndërtoja një marrëdhënie që sfidonte çdo parim të zakonshëm të dashurisë dhe familjes. Përballjet dhe vendosmëria. Pas javëve të stuhishme të sfidave dhe intriga, shtëpia e Don Juanit nuk kishte qetësi. Çdo ditë kishte një provë të re, një situatë të paparashikuar që kërkonte durim, strategji dhe një forcë të brendshme që shpesh nuk e dija se e kisha. Fëmijët e tij më sfidonin vazhdimisht, gratë e tij të mëparshme shfaqeshin herë pas here, dhe çdo hap që merja duke i matur me kujdes nga të gjithë. Një mëngjes, ndërsa po piqja mëngjesin, një letër e dërguar nga një nga gratë e tij të mëparshme mbërriti në shtëpi. Ajo përmbante akuza të hapura dhe kërkonte llogari për vendimet e tij. Ai nuk u zemërua, nuk reagoi ashtu siç prisnin të tjerët. Ai më mori dorën dhe tha: "Do të shohësh se durimi është arma jonë më e fortë." Fëmijët e tij, duke vëzhguar çdo lëvizje, nisën të përpiqeshin të kuptonin nëse unë isha e vendosur të qëndroja. Një nga djemtë e tij më të mëdhenj më sfidoi me një ton të prerë: "Nëse mendon se mund të jesh pjesë e kësaj familjeje, duhet të tregosh forcën tënde." Nuk ishte thjesht një sfidë, ishte një test i drejtpërdrejtë që duhej përballuar me durim dhe vendosmëri. Por kulmi i tensionit erdhi atë ditë ku një nga femrat e tij të mëparshme, ajo që gjithmonë kishte mbajtur një vend të rëndësishëm në zemrën e tij, u shfaq papritur në shtëpi. Ajo nuk kishte ardhur thjesht për të diskutuar fëmijët ose kujtimet e së kaluarës. Ajo vinte për të provuar marrëdhënien tonë. Kur hyri në dhomën ku Don Juani dhe unë po pinim çaj, ndjeva tensionin të rritej. Ajo më shikoi mua dhe pastaj u kthye tek ai. "Ti gjithmonë di si të luhatosh zemrat e grave, por nuk mund të ikësh nga përgjegjësitë e tua." Don Juani u ngrit me qetësi. Ai nuk u zemërua, nuk ju përgjigj me tone të larta. Vetëm më shikoi dhe tha: "E kaluara është pjesë e jetës sonë,
por nuk mund të drejtohet me forcë. Ajo mund të mësoj dhe të forcoj atë që kemi ndërtuar. Në atë moment, unë kuptova se sfida ime nuk ishte vetëm të përballoja hijet e së kaluarës së tij. Ishte të qëndroja vendosur pranë tij, pa u trembur, pa u lëkundur nga sulmet e të tjerëve. Ishte një provë për forcën time dhe vendosmërinë për të ndërtuar një marrëdhënie të qëndrueshme, edhe në mes të kaosit. Pas këtij incidenti, Don Juani dhe unë kaluam një orë të gjatë vetëm, duke folur për çdo sfidë dhe duke ndarë frikërat tona. Ai më tregoi se çdo provë, çdo tension dhe çdo sfidë që vinte nga e kaluara e tij, ishte një mësim i rëndësishëm për të kuptuar forcën e dashurisë. Dashuria jon nuk është e thjeshtë, tha ai, por është e fuqishme dhe e përjetshme nëse qëndrojmë bashkë. Në ditët që pasuan, situata u qetësua paksa, por nuk u zhduk. Fëmijët më mësonin durimin dhe respektin, gratë më pashme më provokonin her pas here. Dhe unë kuptova se të jetosh me Don Juanin do të thoshte të pranosh sfidat dhe pasionet që mund të shfaqeshin çdo moment. Një natë, ndërsa qyteti gjumlej, u ulëm pranë Oxhakut. Flokët e tij ndriçonin nga drita e zjarrit dhe ai më mori dorë. Do të vi koha kur çdo gjë të duket më e qetë, tha ai, por deri atëherë, çdo sfidë që përballojmë së bashku do të na bëjë më të fortë. Në atë moment, kuptova një të vërtetë të madhe. Të jetosh me Don Juanin nuk është për të gjithë. Duhet durim, guxim dhe një zemër që mund të përballojë hijet, pasionet dhe intriga që mund të kthehen në çdo moment. Por gjithashtu, ishte një aventurë që sfidonte çdo parim të zakonshëm të dashurisë dhe familjes. Kjo javë më mësoi një gjë të rëndësishme. Dashuria e vërtet nuk thyhet nga asgjë, as nga hijet e së kaluarës, as nga sfidat e pafund emocionale, as nga pasionet që shpërthejnë papritur. Dhe ndërsa nata zbarte, ndjeva se çdo sfidë që përballonim së bashku më bënte më të fortë dhe më të vendosur se kurrë. Zgjidhjet e para dhe forcimi i lidhjes. Ditët pas kulmit të sfidave u bën më të qeta, por jo pa tension. Çdo veprim, çdo fjali dhe çdo marrëdhënie në shtëpi kërkonte durim dhe kujdes të madh. Fëmijët e Don Juanit kishin filluar të më pranonin më shumë, duke kuptuar se qëndrimi im nuk ishte thjesht një test i përkohshëm, por një vendim i vërtet për të qenë pjesë e jetës së tyre. Një nga momentet më të rëndësishme erdhi kur një nga vajzat më të mëdha më tha papritur: "Të kam parë të qëndrosh përballë sfidave që asun nuk do të guxoja ti përballoja. Ndoshta je më e fortë nga sa mendoja." Këto fjalë më bën të ndjehem e vlerësuar dhe më dhan një energji të re. Kuptova se pranimi gradual i fëmijëve nuk ishte vetëm rezultat i durimit tim, por edhe i respektit që ata filluan të më tregonin për vendosmërinë time. Në të njëjtën kohë, Don Juani filloi të më tregonte më shumë nga bota e tij personale, duke ndarë kujtime të thella nga e kaluara, por edhe planet për të ardhmen. Ai më përfshinte më shpesh në vendimet familjare dhe më bënte të ndjehesha pjesë e vërtet e jetës së tij. Ishte një ndryshim i madh. Nuk isha më një grua që hynte në një shtëpi të huaj, por një aleate e vërtet, një partner i përbashkët në çdo situatë. Një mbrëmje, vendosëm të ftonim të gjitha femrat e tij të mëparshme për një takim të qetë dhe të hapur, jo për të provuar dik, por për të ndarë ndjenja dhe për të rregulluar tensionet e vjetra. Ishte një hap i guximshëm, por Don Juani e dinte se vetëm përmes komunikimit të qetë mund të krijohej harmoni. Takimi filloi me heshtje dhe tension, por gradualisht u shndërua në një diskutim të hapur, ku secila nga gratë e mëparshme filloi të kuptonte vendin tim dhe marrëdhënien tonë. Fëmijët, duke parë këtë ndryshim, filluan të relaksoheshin dhe të më pranonte më shumë. Një nga djemtë e tij më të mëdhenj më tha: "Nuk është se të gjithë momentet do të jenë të lehta, por po shoh se ti nuk ikën dhe qëndron e fortë." Ishte një miratim që nuk mund të matet me fjalë. Ishte një sinjal se lidhja ime me Don Juanin po forcohej çdo ditë. Pas këtij takimi, ndjeva një ndryshim të madh brenda vetes. Kuptova se durimi, vendosmëria dhe aftësia për të përballuar hijet e së kaluarës nuk ishin thjesht mjete mbijetese. Ato ishin çelësat për të ndërtuar një marrëdhënie të fortë dhe të qëndrueshme me Don Juanin. Në fund të ditës, ndërsa ulëm pranë Oxhakut, ai më mori dorën dhe tha me një buzëqeshje të butë: "Tani po fillojmë të ndërtojmë jo vetëm një marrëdhënie të fortë, por edhe një familje që mund të përballojë çdo sfidë." Ishte një moment i veçantë. Nuk kishte tension, nuk kishte sfida të papritura, vetëm një ndjenjë të qartë forcimi dhe lidhje. Kjo javë më mësoi një të vërtetë të rëndësishme. Dashuria nuk është vetëm pasion, është aftësia për të kuptuar, duruar dhe për të ndërtuar mbi sfidat e së kaluarës. Dhe unë kuptova se, pavarësisht çdo provë, çdo tensioni dhe çdo hijesh që ktheheshin, mund të ndërtoja një marrëdhënie të vërtetë dhe të qëndrueshme me Don Juani. Përballjet përfundimtare dhe e vërteta e hapur. Ditët pas javës së qetësisë së parë nuk zgjatën shumë.
Edhe pse kishte filluar një relaksim i lehtë në shtëpi, hijet e së kaluarës së Don Juanit ishin gjithmonë pranë, duke pritur momentin e duhur për t'u rikthyer. Një ditë, një mesazh anonim arriti tek Don Juani, duke zbuluar një sekret që askush nuk e kishte ditur. Një fëmijë i fshehur nga një nga marrëdhëniet e tij të mëparshme, i cili kërkonte të takohej me të. Kur ai më tregoi, ndjeva një ndjenjë të përzier, frikë, shqetësim, por edhe një vendosmëri të fortë. Kjo nuk ishte thjesht një sfidë tjetër. Ishte përballja e fundit me të gjitha hijet e së kaluarës së tij, që mund të kërcënonin harmoninë që po ndërtonim. Ai më mori dorën dhe tha: "Çdo gjë do të kalojë nëse qëndrojmë bashkë. Duhet të jemi të sinqertë, por të fortë." Kur u takuam me të voglin që kishte ardhur, atmosfera ishte e ngarkuar. Ai nuk e njihte Don Juanin si baba. Ishte e frikshme dhe emocionuese njëkohësisht. Don Juani e përqafoi me butësi dhe më tregoi mua se vendosmëria dhe durimi ishin qelësi. Unë qëndrova pranë tij, duke mbështetur dhe duke treguar se nuk do të largoja, pavarësisht çdo sfide që vinte nga e kaluara. Pas këtij takimi, ndodhi një tjetër moment i rëndësishëm. Të gjitha gratë e tij të mëparshme u ftuan për një takim final, një përpjekje për të mbyllur të gjitha llogaritë e hapura dhe për të krijuar një lloj qetësie për fëmijët. Kjo ishte provë fundit për mua. Duhet të tregoja forcën time, pa u trembur, duke mbrojtur vendin tim pranë Don Juanit. Takimi filloi me tension të madh, por gradualisht u shndërrua në një diskutim të hapur, ku secila nga gratë e mëparshme filloi të shihte vendosmërinë time dhe marrëdhënien tonë. Don Juani nuk ndërhyri shpesh, por çdo fjalë e tij kishte peshë dhe qetësi që impononte respekt. Në fund, çdo grua e kuptoi se unë nuk isha thjesht një huaj. Isha pjesë e jetës së tij dhe e familjes që po ndërtonim. Fëmijët e tij, duke parë këtë, filluan të më pranonin plotësisht. Një nga vajzat më të mëdha më tha: "E kuptoj se nuk je vetëm për të qenë këtu, je këtu për të qëndruar." Dhe kjo na bën të ndihemi të sigurt. Ishte një moment që më dha një ndjenjë triumfi dhe qetësie të jashtëzakonshme, por nuk kishte përfunduar ende. Don Juani më tregoi një sekret personal që asnjëherë nuk e kishte ndarë. Një pjesë së kaluarës së tij që kishte mbajtur për vete, duke menduar se do të më trondiste. Ai më tha gjithçka me sinqeritet dhe butësi, dhe unë ndjeva një ndjenjë të thellë besimi dhe lidhje. Kjo ishte prova përfundimtare. Nëse mund të përballoja këtë, mund të përballoja gjithçka. Në fund të ditës, u ulëm pranë oxhakut, duke shikuar flakët që lëviznin ngadalë. Ai më mori dorën dhe tha: "Tani e di që mund të përballojmë çdo gjë. Të kaluarat mund të rikthehen, por ne jemi më të fortë bashkë." Kjo javë shënoi një pikë kthese. Çdo sfidë, çdo përballje, çdo sekret që u zbulua, u përball me durim dhe dashuri. Tani marrëdhënia jon nuk ishte thjesht e mbijetuar. Ishte e fortë, e vendosur dhe e gatshme për të përballuar çdo sfidë që ardhmja mund të sillte. Dashuria që triumfon mbi gjithçka. Pas përballjeve të pafundme, sfidave dhe sekretet e zbuluara, shtëpia e Don Juanit kishte filluar të ndjehej si një vend ku mund të sundonte paqja. Edhe pse çdo dhomë, çdo korridor kishte një histori të fshehur. Fëmijët e tij tashmë më shihnin jo vetëm si bashkëshorte të babait të tyre, por si një aleate të fortë dhe një pjesë të pashmangshme të familjes. Një mëngjes, ndërsa po pinim kafen bashkë në verandë, Don Juani më mori dorën dhe më tha: "Të gjitha sfidat, të gjitha hijet e së kaluarës na kanë bërë më të fortë. Dashuria jon nuk është e zakonshme, por është reale." Nuk kishte më tension, as frikë, vetëm një ndjenjë e qartë që çdo gjë që kishim kaluar na kishte bashkuar. Fëmijët hyn pa pritmas, duke qeshur dhe duke u tallur me njëri tjetrin. Një nga vajzat e mëdha më tha: "Tani e kuptojmë se nuk je vetëm këtu për baban, je këtu për ne gjithashtu." Dhe kjo na bën të ndihemi të plot. Ishte një moment që më bëri të kuptoja se vendosmëria ime, durimi dhe dashuria nuk kishin qenë thjesht për të fituar një njeri, kishin qenë për të ndërtuar një familje të vërtetë. Don Juani më përqafoi dhe më tha: "Çdo ditë me ty më mëson diçka të re. Ti nuk je vetëm bashkëshorte, je forca që mban familjen tonë së bashku." Ndjeva një lumturi të thellë. Pas gjithë tensionit, sfidave dhe pasioneve që shpërthenin her pas here, kisha arritur të kuptoja thelbin e dashurisë së tij. Ajo nuk thyet nga e kaluara, as nga provat e pafund, por rritet dhe forcohet nga vendosmëria dhe besimi i ndërsjellë. Në ditët që pasuan, shtëpia u mbush me një qetësi të re. Nuk ishte një qetësi e mërzitshme, por një qetësi e ndërtuar mbi respekt, mirëkuptim dhe dashuri të ndërsjellë. Çdo fëmijë, çdo grua e mëparshme dhe unë kishim gjetur vendin ton. Don Juani dhe unë, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, e dinim se sfidat nuk do të mungonin kurrë, por tani kishim mësuar të përballonim çdo gjë së bashku.
Një mbrëmje, ndërsa qielli ngjyrosej me nuanca portokalli dhe flakërohej nga dielli i perëndimit, u ulëm përsëri pranë Oxhakut. Ai më mori dorën dhe tha me një buzëqeshje të butë: "Dashuria jon nuk është e zakonshme, por është e përjetshme. Çdo sfidë që kaluam, çdo hi që u shfaq, na mësoi se mund të përballojmë gjithçka." Në atë moment kuptova se çdo sfidë, çdo provë dhe çdo moment i dhimbshëm ishte pjesë e rrugës që na kishte sjell këtu. Dashuria jon kishte triumfuar mbi gjithçka, mbi të kaluarën, mbi pasionet, mbi sfidat dhe mbi hijet e fshehura. Ishte një dashuri që nuk thyhej, një dashuri që nuk njihte kufi, dhe që kishte forcën të mbante një familje të ndërlikuar së bashku. Dhe kështu, ndërsa nata binte ngadalë mbi qytet dhe drita e zjarrit ndriçonte fytyrat tona, ndjeva një qetësi të përjetshme dhe një siguri. Çdo hap që kishim marrë, çdo sfidë që kishim përballuar, na kishte bërë më të fortë, më të bashkuar dhe më të dashuruar se kur më parë.